në për mesazhe në WhatsApp. Në shqytimin e këtyre ankesave ka pas edhe mundësi, domethënë edhe ky ndikimi, edhe kjo presioni i përbërjen e testit dëmit, ka pas mundësi jo napi. Janë disa raste që e kanë kriju këto. Unë edhe një herë bëj thirrje. Hajde, bashkarisht, si institucion, ta vendosim një standard mirë në nivelin ku e kanë kompetencën. Jo aty ku dalë për te kompetencave të mia, sepse përgjithësinë e mbaj si në raport me qytetarin, edhe në raport me Edhe një pyetje, pra e mbani përgjithësinë, më fal, gëzëm. E mbani përgjithësinë, pra nëse shumica këto që i përmendën në hetime janë pjesë ministrive, qeverive, ministra që lidhen drejt për drejt me pushtetin. Ata janë, domethënë, pozitiv në këtë aspektin që mos me jap këto qasje, ju përshtatet kjo. A mos po i kontribuani në institucion i pavarur dëshirës qeverisë në këtë rast, ju po thoni që e mbani përgjithësinë penale, po mos po shkojmë në përputhje me çka dën realisht qeveria. Jo, në asnjë mënyrë, edhe këto e kemi dëshmu, besoj, me qindra vendime që nxjerr. Tashmë 3000 vendime të nxjerruna, kështu që unë jam shumë e sigurt që edhe nëse u bën ndonjëherë, përkundër asaj që e tash e kemi diskutu, bilës tu i përfshi edhe këta të shoqërinë civile dhe njerëzit të cilët na kemi konsideruar se mund na japin kontribut, ndoshta edhe nuk kemi pajtu, por në fund të ditës e kemi vendosur atë të mesmën që ka qenë më e përshtatshmja jo për t'i ikur përgjithësinë, por për t'i mbuluar autorizimet tona ligjore që i kemi. Dhe në asnjë mënyrë, edhe sot mas 5 vjetë e thëmë shumë lirshëm, për mja majtë krahun institucioni për kundrazi. Në që trafë në del në dëm të transparencës që ke praktikë që është vendosë. E kuptoj, prandaj mirë që u hapë si debat, mirë që po e themi publikisht, hajde, bashkarisht, edhe unë jam, por në keni mbrapa ta vendosim një standard nga gjykata, ju nga nivelli jonë administrativ. Zonja Dermaku, një prej rasteve më të diskutuar të transparencës publike ka qenë edhe vazhdon vetet Fondi i Sigurisë. Agjencia ka qenë e përfshirë në këtë çështje për shkak të kërkesave që kanë qenë dhe vazhdojnë të mbesin për çështje dhe deklasifikim të informatave. Ku është deri sot ky rast, sepse e dim që para shumë kohe është inicu, edhe pse s'ka një vendim përfundimtar? Me nisë me diçka që do ta zgjedhja një gjuhë shumë të butë. Nëse do të mbetet diçka peng në këtë mandatin tëm 5 vjeçar, dhe nëse do të vlerësohem unë për një rast, le të mbetet kjo. Çfarë i bën kjo? Kjo i bën që kemi zgjedh të jemi krah sigurisë të vendit. Dhe nëse kjo mund ta dëmtoj komplet punën e agjencisë, le ta dëmtoj. Por ju siguroj, dhe si që deni shumë mirë, edhe me deklarimin kur vetë keni dalë si OJQ, 60% e tekstit që keni deklaru për rastin, ka qenë shkresa që ja kemi drejtu Ministrisë së Financave. Sepse ka qenë tesori që e ka klasifikuar. Kjo mbetet një çështje të cilën ne si agjenci e kemi lënë në heshtje. Edhe pranoj publikisht, edhe obligimi çka ju detyron juve. Ne kemi dërgu një vendim detyrues, edhe i cili në fakt shkresën e parë njoftuese, kërkoi ndjesë dhe ka mbetur aty. Edhe një herë po them, është vetëm i peng i mandatit tëm 5 vjeçar dhe edhe njerë për thëmë që asë nuk ka të bëj me institucionin, sepse ju e dini që institucionin e njëtë një kemi gjobit për mos transparencë, dhe më thonë Ministrinë e Financave, po kemi zgjedhë sigurin e vendit me informacionet të cilat të kanë ofru jo kjo institucion, po institucionet të sigurisë vendore, por edhe ndërkombëtare. Ju përquani peng, po unë së mundën pa ndërhyj qka e dalën këtë rast me të tjera, qa thët ligje, a përjashton diçka në këtë rast, ku je bazun, a deri tash kam të folë për procedura, për qysh, po i shkojmë ligjit për shtot. Kjo mbetet përgjithësia ime në atë raportet të cilat nuk mund t'i ndaj e që janë nga institucionet e sigurisë të vendit dhe ndërkombëtare. Deri tash patëm ftesë që më ju drejtu gjykatës. Pse nuk po nxjerrni një vendim fare, do që më pas në mundësinë? Jo, absolutisht e drejta në momentin administrativisht, se ju ne gazetare na si jurista e dim, në momentin kur ka heshtje i lindë drejta për gjykatë cili do. Prandaj ju lutem e çoni në gjykatë. Jo, tash në raport të obligimet dhe të përgjithësia më pas shkojmë te gjykata. Ti shojmë obligimet që janë të institucionit dhe të agjencisë,
në mënyrë që më pas ta sqarojmë këtë situatë. Edhe një praktik pak më herët kam të fol për një tjetër rast që tha e kemi vendosur një standard. Edhe tash është edhe ky një standard i ri. Ai tjetri bazuar në atë për me mbrojt zyrtarët për mos me përfunduar në burg, ky tjetri për çka? Për sigurinë e shtetit, thatë apo? Absolutisht po. Mbi çfarë? Ku e dallon? Informacionet e marra nga institucionet e sigurisë të vendit dhe Se keni ndërkombëtare. vendosur me hesht, se nuk do të Absolutisht, sepse edhe heshtja është e drejta juaj për me çu rastin në gjykatë. e drejta jon po. Po, e pse Obligimi juaj. kemi vendosur me Se hesht? pse refuzoni? Pse s'merr vendim për refuzim? Sepse ai ka një afat të klasifikimit, do në mendoj që pas atij afati du të hap. Sa është Sipas apo? ligjit, a do të më refuzu? A mundeni tash më thonë, ka afat të klasifikimit, ka arsye për siguri, Deri atëherë pritni. vendimi është i lehtëshëm, refuzim. Atëherë veç tregom juridikisht, gëzim, cili është efekti. Ke ose s'ke vendimi? Agjencia për mbush mandatën e saj, kur gjë tjetër. Nuk abstenon nga zbatimi Nuk i ka obligimeve nga ligjore. zbatimi i ligjit. Agjencia për informim dhe Sepse unë nuk e mbyll privatësi. këtë rast edhe mas 5 vjetë nëse ju nuk e qoni në gjykatë, sepse unë konsideroj që... Na kena dhe vendimet gjykatës kushtetuese që nuk janë zbatuar, vendimet gjyqësorit rregull. Sepse konsideroj ideja- që ky informacion duhet të jipet momentin kur kalan klasifikimi. Ju po thoni që informacioni tash nuk bën po u ta jep. mbyllim, Na po nuk ta refuzoj o gëzimi. po. Nuk do të Refuzoma. kam të drejtën tjetër me ngrit standardin tjetër me thonë tash hapët. E kom lënë të hapun sepse ky do ta ketë një momentum kur duhet të hapet. Mirë, po ka Dhe ju e momentum të dini- shurtimit ankesës. Po ka, po mirë dhe po, që ju ka lindi drejta juve me shku në gjykatë, shkoni në gjykatë. Por, mos më nxitni mua të nxjerr vendime të cilat unë nuk pajton ti nxjerr, sepse nuk e refuzoj. Jo, ne po të nxiti me shumë pas afoteve ligjore. Ne po thojna, momentin në që mos kanë u pajto kaluar me afatet neve. ligjore, shkoni në gjykatë. Jo, ne po thojna- Shkoni në gjykatë. Jo, kjo është Ndërsa, aspekt procedural. Pse unë nuk e mbyll, është çështje pse unë konsideroj se kjo informat duhet të jipet momentin Po kur në të fakt edhe klasifikohet. institucionet që shto kanë herë po na thojnë, ne shkoni në Mirë, agjenci. nëse edhe unë jam institucioni dhe unë për këtë çështje, Po. kështu kam vendosur gëzimi dhe jam maj përgjithësi para çdo kujt për këto që po i them sot, edhe për faktin më që unë se se kom veç zgjedh nuk një e- vendim refuzues. Nuk do ta nxjerrin një vendim refuzues sepse Po, ju e dini nxjerr shumë ka mirë. provus. Asa provus nuk do ta nxjerrin sepse është siguria e vendit në pyetja. Po çka cenot siguria e vendit në se me një vendim se me një vendim refuzues neve nuk na vjen për çështje. E vetmja çështje, ndëgjam, unë edhe mund ta gjobis institucionin në fund të ditës. Jo më Mirë, pse se jo kemi më bërë refuzo ankesën e parashtruesit. Sepse unë refuzo ankesën, konsideroj- thuaj se parazuar. Nuk është- Ka vendosur qeveria, ka vendosur edhe agjencia. Dëgjam, nuk ndërlidhet me qeverinë. Po Dhe nuk ju e po dini shumë ndërlidhet mirë. dhe nuk po interpretohet ndryshe zonja komisionere në mirë, publik. Edhe ata kanë interes Na mos kërrejt, po dojna me qenë thonë, publik. Po ina në Na folëm nuk për po ina shumë në shumë merita të raste, na folëm çështjes. për shumë çështje. Për mua është shumë e interes mos gjithë kjo paraprakja që e folëm që e kisha thjesht e kisha mbështet. mirë Qysh e mbështes edhe këto të fundit. Po mirë dhe Po ju refuzoj lutem, aty në të merrna atë me siguri. Edhe publikisht po e tham. Edhe publikisht po më thoni. Nuk nxjerrni vendim refuzues. Po, ama po kalojmë te çështja e Sepse- institucioneve që i trajtojnë dokumentet sikur private, edhe që ky rast pak është vlerësimi personal, po nuk e duket kam pak. informacion tamë me trajtu si privat. Kam informacione Po informacioni nuk është i mjaftueshëm sa ju me refuzu. E, po, Informacioni ju nuk është Ka në dispozitiv në bazë të informacioneve të pranuara, të cilat Jo. po ashtu janë konfidenciale, kemi gjetur se cenohet kjo bazë, andaj kërkesa refuzohet. E për këto faleminderit gëzem. Po nuk e refuzoj. Më kuptoj që nuk e refuzoj sepse unë mendoj që duhet me u hap. Edhe një Në një moment ligjor saktum. për sa ta. Po do të vijë momenti kur do të hapë, do të ketë ankesë të re, do të ketë Çka është ankesë të të re. ndodh thash me këtë fond, na nuk e kena asnjë informacion. Nuk pe dina sa parë kanë. A e keni ju informacione të faktën, më na Çka qetësu ka ndodhur me pak. ato parë? Çka është ka ndodhur me ato po, sepse ligji thotë kërkesa për Shpedina të mos- dokumente publike asnjëherë nuk mund të refuzohet kur kemi të bëjmë me paron publike, Pikërisht. siç është rasti konkret. E para. E dyta, çush ka mundësi me u cenu siguria e vendit nga një fond vullnetor, ndërsa ti tek ligji për ndonjë buxhetore. I ki krejt mjetet e buxhetore për ushtrim, për çka çdo do me sa bli mundshëm. ushtria. Po pse nuk i ke që 4 vjet është kjo çështje që 3 vjet pse more ditash gjykata ki zgjedhë. More pse se keni nxjerr deri tash ju një Po unë vendim. po ju tregoj. Po që na ka bum, apo Unë po ju tregoj. Radhë se ma nuk kena Unë po si i ju gëtë them po. Shumë sinqerisht gjitha. Kjo është situata. Ja thash më në mënyrë më të drejtë për drejtë s'di qysh. Do me thonë, nëse do të vlerësohet ky mandati imi me një diçka që unë e kam. Do me thonë Pepa, Po në nëse përmendon se dështim. dështim. Kjo fjala dështim e A, juaj. këtë pra, Po ju si e thonë që s'di sa